Gjithherë unë e them hadithin e pejgamberit alayhis salam, i cili ka thënë që do të vjen një kohë që koha nuk do të ketë bereqet. Edhe viti do duket sikur është një muaj. Një muaj do duket sikur është si një javë. Një javë do duket sikur është një ditë. Edhe një ditë do duket sikur do të jetë një sahat, një orë. Edhe ne jemi dëshmitar të asaj. Edhe me vetë muajin e shet Ramazanit e kuptojmë që sa shpejt shkon koha, sa shpejt shkon jeta, që do vjen momenti që shumica prej neve do thot e gjejmë vetveten vetë se jemi plakur. Edhe pse ndoshta në mendjen tonë ne nuk e pranojmë atë. Njeriu në aspektin fetar, siç na ka treguar edhe vetë Kurani, thot njeriu kur e arrin moshën 40 vjeçare, atëherë e arrin kulmin e pjekurisë. Nëse deri në atë kohë një njeri nuk pjeket, nuk bëhet burr, ose një vajzë nuk bëhet grua që të pjeket si duhet, atëherë pas asaj kohe është e kotë. Fatkeqësisht, komunitetin ton, vendin ton, ka djemë tanë, fëmijë tanë, të cilët i bëjnë 30 vjet, 40 vjet edhe nuk pjek. Unë e shikonja, e kam një video që për Zotin nuk ka mujt me besu syve të mi, ka qenë kjo intervistë para 50 vjete e pyetnin një shqiptar, edhe ishte me plisë të bardhë, edhe me pan shikim të parë, ai u dukte si mi pas 70 vjet. Edhe ky tha, ne tha jemi plakur, tha rinia, let ashtu, po tha ti sa vjet i ki? A di sa vjet i kishte? 43 vjet. A në shikim, Zoti na rujt ai si u duke, sikur mi pas 80 vjet. Tha unë vujtjet që i kam kalu, tha një njeri me jetu 2-3 jeta, nuk mundet mi kalu ato vujtjet që unë i kam kaluar. Koha e dëshmon që me të vërtet disa njerëz kalojnë kohë të vështira gjatë kësaj dynjaje. Mbani mend çka ju them. Shumë prej neve kalojmë në sfida të ndryshme. Secili prej neve ka sfida që tjetri nuk mundet t'i përballojë ato. Ka njerëz që unë e di që është ulur ndoshta para meje, edhe ju duket sikur bota e ka zënë atë. Nuk ka problem më të madh se sa ai çfarë problemi ka. Ai nuk e din që ndoshta njeriu që është pranë tij ka 10 fish probleme më shumë se sa ai. Allahu ka thënë Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e sprovon asnjë njeri përveç se ai mundet me duru atë. Allahu nuk sprovon me diçka që s'mundesh me duru. Allahu e din secili njeri sa duron, sa përballon, sa ka sabër. Mirë po, ta dini që secili njeri Allahu e sprovon me diçka. Nuk ka rahatin këtë dynja. Për asken. Që pyti edhe ata të cilët kanë miliona, ata të cilët kanë famë, e ke pa këta që jënë këta celebrities, këta singers, e ke pa këta që jënë na për botë, i kanë milionat edhe qka, ata kalojnë në depresion. Dikush thot, po si ka mund si kë njeri ka me miliona dollar, kë njeri ka famë, ka popularitet, edhe prap ka depresion. E ke pa disa prej tyre edhe Zoti na rujt bëjnë gjëra të ndryshme, do thot disa prej tyre edhe e përfundojnë jetën e tyre. Pse se thot unë i kam provuar të gjitha, vetëm në gjë thot që se kam provuar është vdekja. Edhe ato thot dua ta provoj. Çka është më rëndësi? Allah subhanahu wa ta'ala në Kurani Kerim ka përmendur shumë tregime të kaluara. Shumë tregime në të kaluarën. E posaçërisht tregimet që kanë bëjnë me pejgambert. Njerëz që janë të zgjedhur të Zotit. Krejt problemet ne që i kemi në ditë sotit, njëri prej pejgamberve ka kalu me atë problem. Qofse njeriu pak e lexon Kuranin, ose lexon jetën e pejgamberve prej Ademit
njeriu të parë e deri te profeti I fundit Muhamedi a.s. kur është pyetje se sa ne I themi gjëja më e rëndësishme në fenë islam edhe tek ne është familja, është ashtu? Njeriu I parë, Ademi, me njerë çka pat problem me dy djemtë e tij. Kabilin edhe Habilin, njani e vrajti tjetrin nga xhelozia. Domethënë prej atij momenti, prej njerëzve të parë kanë fillu problemet. Pastaj shkojmë te një prej pejgamberëve I cili është më me rëndësi në fenë islame. E ai është Nuhi a.s. Nuhi a.s. ka jetu min 1000 vjet. Min 1000 vjet. 950 vjet ka qenë veç pejgamber. 950 vjet krejt jetën. Qëto 950 vjet çka ka thonë? O njerëz, besonin Zot. Edhe kur ardh fundi, ai kur I tregoi ke njerëzve besonin Zot, populli I tij kalonte rrugës, edhe kur e ndëgjonte kët I mbyllte vesht që mos ta ndëgjoj kët njeri. Edhe aty kur ishte njëri prej tyre, ishte edhe djali I tij. Kur erdhi momenti I fundit me hyp në atë anijen, atë ark që I themi ne, kush e kundërshtoi? Djali I tij. Saqë Nuhi, që përmendet në surën Hud, mërzitet aq shumë. Edhe thot ja bunaj arkab ma'ana, o djal, hajde se këtu është shpëtimi. Edhe ai ja kthen shpinën, thot jo, unë do të ngritem kodrën më të lartë edhe do të shpëtoj. Saqë edhe Allah ja tërheq vrejtjen Nuhit, thot ti mu e lut atë, po hidajeti, udhëzimi është në dorë të Allahut, jo në dorë të njerit. Apo? Ademi me dy djemtë e tij, a pat problem? Nuhi me djalin e tij. Edhe gjithashtu me gruan e tij. Edhe gruaja e tij si ka besu. Nafaka e tina, me pas burrin hoxh pezam, është punë e madhe. Po me pas pejgamber, njeri I zgjedhur prej Zotit, edhe prap gruaja ja kthej shpinën. Edhe atij edhe Lutit alayhis salam. Shkojmë te Ibrahimi alayhis salam. Ai me kon pa problem me babën e tij. Saqë 13 vjet u kon Ibrahim alayhis salam kur baba I tij e largoi prej shtëpisë. I ktha prej shtëpisë. Edhe prap kë nuk u sjell keq me babën e tij. Nuk u sjell keq me babën e tij. Krejt pejgambert deri kur vin te Muhamedi alayhis salam, I cili para 2 ditë unë përmenda që axhallart e tij, axha I tij, ai bënte darsëm kur këtij I vdiq djali. Kur krejt pejgambert kanë pas probleme edhe Kurani na ka tregu neve çka dëshmon. Kur Allah I ka sprovu pejgambert, Allah do t'ju sprovon edhe juve. Kjo kohë, kjo jetë që e kena në këtë botë, qofse secili prej neve veç e mendon pak. Sa prej neve jetojmë? Sa jetojmë? 70 vjet, 80 vjet pezam? Pezam 70 vjet, 80 vjet. Ti e ndan jetën, do thot 8 sahat, 8 orë në ditë ku I kalojmë? Në gjumë, spaku. Do me thanë, në qofë se ti jeton 60 vjet, 20 vjet I kalon ku? Në gjumë. 20 vjet në gjumë, apo? Sa po mbesin? 20 vjet. Për këtyre 20 vjetve, sa I ke kalu, sa ke qenë fëmi, pezam 10 vjet. A ke ditë diçka s'ke ditë. Edhe për atyre 20-ve ju hiqen edhe 10, mbeten 30. Apo? Edhe sa njeriu në punë që e kalon me ato, do thot shumë pak mbeten njeriu me mendu, edhe çka na vrapojmë aq shumë pas gjërave, duke e ditur që të gjitha do të mbeten këtu. Ju e dini që sa jemi në xhami, hajt 100 veta pezam. E dini që përveç se disa që janë fëmijë këtu, tash e 50 vjet, asnjë prej neve s'jemi këtu. A e dini këtë? Krejt ato shtëpi që I kemi, do t'jeton dikush tjetër në to. Makinat të cilat I vozisim, do t'i vozit dikush tjetër. Punën të cilën e punojmë na sot, do e punon dikush tjetër. Emri jëtë, edhe emri im, kur vdesim kush e mban men emrin tënd?
Ndoshta fëmit, if you're lucky, nipat e mbesat, hajde gjyshi ose gjyshja deri dikun, stërnipa, stërmbesat, a din që ke ekzistu ndonjëherë? Nuk e di. Kështu është jeta. Ja kam tregu tregimin e Nuhit a.s. Në kohë tina, a di që njerëz kanë jetu shumë gjatë. Shumë gjatë. Apo? Edhe nëse një njeri i ka pas 200 vjet edhe ka vdek, kanë thonë, ky vdiq shumë i ri, 200 vjet. Ky njeri vdiq shumë i ri. Nuhi a.s. Allah i thot do të vjen një ummet, do të vjen një nation, do të vjen disa njerëz, që është koha jonë, që nuk do të jetojnë më shumë se sa 70 vjet. Pejgamberi selam ka thënë, jeta e ummetit tan, që jemi na, a di sa është mesatarja na që jetojmë? 60 deri në 70. 60 deri në 70. Thot pejgamberi, çfarë do ditë që jeton më shumë se 70? Thuaj elhamdulillah çdo ditë, se Allah i po t'jep një ditë ekstra. Po ata që vdesin 20 vjet, ata që vdesin 80 vjet, mesatarja i bjen ndërmjet 60 edhe 70. Kur e kanë dëgju disa shok, pejgamberët edhe njerëz të mëpashëm, edhe ka thonë, si ka mundësi njeriu me jetu 60 vjet? Edhe njëri prej tyre tha, si kur unë e tesha në kohën e tyne, kisha me ndërtu një tend, një shator, afër varrit, edhe që aty kisha me jetu, se 60 vjet shkojnë me gjerë. Ju e dini, ne e dim që koha, edhe Allahu është betu në kohën, edhe ka thonë, wal asri, innal insana lafi khusr. Allah i po thot vetë po betohet, pasha kohën, pasha vaktin, kohën, me të vërtet njeriu është në humbje. A di pse jemi në humbje? Se nuk e mendojmë që koha po shko shpejt. Nuk e mendojmë që do t'je momente që edhe pse njeriu qofse jeton gjatë, plaket më shumë se këtë kohë nuk e jeton, apo? Po kush ta garanton që ti ke me dalë në penzion? Kush ta garanton që ti ke me jetu 60 vjet? Sa prej na dëgjojmë çdo ditë, vdiq filani 20 vjet, vdiq ai 30 vjet, vdiq ai 40 vjet, ku ta diun. Kush të garanton që do të jeton deri në 60 vjet? Kërejt çka don Allahu me na tregu këtë suratul Asr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Pasha kohën, njeriu është në humner, njeriu është në humbje, përveç atyre të cilët e besojnë Zotin edhe bëjnë punë të mira. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Që sa më rëndësi. Edhe Allah thot edhe ata të cilët e mbështesin njëri tjetrin për mirë edhe japin sabër njëri tjetrit. Krejt kjo është jeta. Nuk ka më gjatë se sa njeriu që pleqtan çka ka thonë? Kjo dunja është sikur një derë që çdo kush hyn edhe del. Jeta është sikur treni. A keni hyrë ndonjëherë në tren? Kur të gjithë jemi në tren, që jemi këtë xhami, secili do të zbrit prej trenit. Po dikush një stacion më herët, dikush një stacion më vonë. Po me zbrit, të gjithë do zbresin. Kur njeriu e mendon krejt këto, atëherë pse na me hidhru njëri tjetrin? Atëherë pse na me gënjy, pse na me kalu krejt jetën me grumbullu aq shumë, duke ditë që një ditë kena milan çdo se. Sa jeni shëndosh e mirë. Pejgamberi selam ka thënë, risku i njeriut, sustenance, që ato që thot janë 3 sene. Këto rroba, teshat të cilat i vesh, apo bukën të cilën e han, edhe sadakan të cilën e jep, kjo është risku i njeriut. Dikush thot, po ne kam $1 milion në bankë, ajo nuk ka risk i joti, sa të mundesh me vdek pa hongër atë, apo? Vetëm atë që e han, çaj është risku jot. Jo atë që ke në bankë. Se ti mush me pas bankë ata
ata mbretërit e ata i ka lënë Zoti na rujt me sa, prap i ka ardhur koha me vdek. Edhe njeriu kur vdes, si thot Aliu radhiyallahu anhu, thot atëherë e kupton që ai është ngritur nga gjumi. A keni pas ndonjëherë mundësi me taku dikon që ka qenë koma? Have you seen anyone që ka qenë in coma? Do shta dikush për juve. E din që ata që janë koma e kanë zbulu që janë shumë ma happy se sa njeriu kur është gjallë. E dini ju këtë? Se ai e jeton jetën e tij në mendjen e tij. Edhe pse fizikisht ai nuk bën kur gjallë. Kur ngritën nga koma, disa prej tyre thonë ma happy kam qenë kur kam qenë koma se sa tash jam i gjallë. Apo? Njeriu kur vdes, atëherë e kupton që është zgjur nga ëndra e kësaj bote. Edhe çka thot njeriu? Allah e përmend Kur'an, kur njeriu vdes i thot o Allah, tash e kuptova që kjo botë s'pas ka qenë asgjë. Irji'ini, kthemu Allah në këtë dunja që kam mundësi bile të japi një sadaka. Allah i po thot, s'po thot kë njeriu kthem që të falna, ose kthem që të ndihmoj, që të bëj diçka, gjën më të rëndësishme që ka përmend është të japi ndonjë sadaka, të ndihmoj dikujt. Edhe atëherë kupton njeriu që me të vërtet kjo dunja s'pas ka pas kurrë. Kur njeriu e mendon dunjan kështu, atëherë ai e man balancin ndërmjet dunjas edhe botës tjetër. Çka ka thënë Aliu? Thot, jeto këtë dunja, puno për këtë dunja, si kur kemi jetu për gjithmonë. Puno për këtë dunja, si kur kemi jetu për gjithmonë. Edhe thot, puno për botën tjetër, si kur kemi vdek nesër. Ashe balansi ndërmjet dunjas edhe botës tjetër. Nuk do me thonë veç për botë tjetër me punu, se na prap gjallë jemi. Po nuk do me thonë që me harru botën tjetër, e mo ka veç për këtë dunja, se vallahi do të vje momenti që do të gjithë do i bimi pishman, o Allah, kisha punu ma shumë. O Allah, te kisha ndihmu dikën ma shumë. Te kisha fol një fjalë të mirë dikuj ma shumë. Te kisha respektu dikën ma shumë. Ju e dini që njeriu kur vdes, pejgamberi alayhis salam ka thënë, vendi juaj në botën tjetër është çysh përmendin njerëzit. Kur vdes dikush komunitetin ton, ose ku do qoftë, qofse do me ditë baba jot, nëna jote, ti për vete, çfarë vendi do t'jesh botën tjetër, shiko se si të po të përmendin njerëzit. Qofse njerëz përmendin për të mirë, i ke bë mirë njerëzve, kur kam qenë ngusht me ka ndihmu, me ka respektu me fjalë, me ka ndëru, me ka bërë këtë, dije që dhe vendi jot ashtu është botën tjetër. Ka dhe disa që vdesin, që njerëz thojnë shoqër që vdiq se kemi qenë problem prej këtij njeriu. Po saqërisht ata ku ishi ati. E ke pa vendet tona, shqiptarët e zi, çka bëjnë? Shkojnë, ja marrin tokën vllaut, ja ndërprejnë ujin, nuk e hapin atë rrugën, ku ta dion ato problemet, tjedin. Edhe kur vdes thot, feja thot, kur vdesin disa njerëz, le që shlirohet insani prej tyne. Po dhe hajvanati do thot gëzohet kur vdes dikush. Se dhe hajvanatit i ka bërë dëm sa ka qenë gjallë. E ka mbyt hajvanatin pa nevojë, veç për qef. Allah i na ruaj. Ka dhe njerëz tillë. Krejt çka dua të them. Merr në Ramazanin si shembull, që koha ka më shku shumë shpejt. Ka marrë momenti që ti edhe unë do të jemi në krevetin e vdekjes. Një studim është bërë, edhe kjo është e fundit. Unë e shkoj vizitoj njerëz që janë në spital, që ka ardhur momenti me vdekje. Edhe nga njerë mu më intereson të bisedoj me ta, që ka ardhur momenti me vdekje, çka kishe ndryshu ti? Çka i kera pishman tash që je këtu? A di njëra prej gjërave që ka thojnë? Si kur të kisha punuar ma pak, edhe të kisha kaluar kohë me familje.
Sikur të kisha punuar më pak, se krejt jetën ja kam kushtu veç pun, si kam pa kur fëmijët kur janë rrit, si kam pa kur ja shku shkollë, kur janë ashtu, thot krejt çka i bi pishman që nuk kam kalu kohë ma shumë me familje, ma shumë me shoqëri, me njëri tjetër. Gjeni kohë për njëri tjetër, gjeni kohë për familje, gjeni kohë për shoqëri, për komunitet. Punoni, ndihmoni dikuj vullnetarisht, se këto maten më shumë të ditën e gjykimit. Pra shfrytëzoni kohën, vëllezër të nderuar, se arab thojnë el waqtu kas-sayf idha lam taqta faqata'ak. Koha është sikur shpata, sikur tehu i shpatës. Qofse ti nuk e shfrytëzon atë, ajo të shkel ty pastaj. Të duket tezë, s'pjo intereson koha. Allah i na bëf për atyre të cilët e shfrytëzojnë kohën, na bëj për atyre të cilët nuk e harrojmë qëllimin tonë që e kem këtë dynjë, na bëj për atyre të cilët i ndihmojmë njëri tjetrit, ya Rabbal Alamin.